Donald Trump e quan vetë realitetin që po krijon një botë të çmendur dhe ndikimi i jashtëzakonshëm, shpesh shtërues si presidentit amerikan mbi psiqikën globale, u ndje fort të mërkurën kur tensioni u përqendrua në Washington, u përhap përtej Atlantikut dhe mbuloi lindjen e mesme. Bota priste zjarr nga qielli. Pyetja ishte drejt për drejt: a do ta godiste Trump Iranin për të mbajtur premtimin se ndihma është rrugës pas shtypjes brutale të protestave, apo u bëi fjalë për një tjetër deklaratë ashpër, të mbështetur mbi informacione të paqarta dhe burime të dyshimta nga vetë Irani se ekzekutimet do të ndaleshin? Do të vazhdojmë dhe do të shohim se cili do të jetë procesi, u tha Trump gazetarëve dhe sërish. Të gjithë mbetën në pritje, duke u përpjekur të lexojnë lëvizjen e radhës së një presidenti që duket se ushqehet nga pasiguria globale. Trump, i ulur pas tavolinës së zyrës ovale, hedh kërcënime, dredhi dhe fyerje si një dirigjent që drejton një orkestër pa partitur, jo për të krijuar harmoni, por kaos në mbar botën. I pyetur se si mund të besojë premtimeve të një regjimi iranian që sapo kishte ushtruar dhunë ekstreme ndaj popullit të vet, Trump ju përgjigj me një nga frazat e tij tipike, të mjegullta dhe të papritura: do ta zbulojmë, kush e di, botë e çmendur. Ironia arriti kulmin kur çështja etike të luftës dhe paqes u diskutuan gjatë një eventi në zyrën ovale që promovonte qumshtin me yndyrë të plot për shkollat amerikane, ndërsa gazetarët kërkonin përgjigje për Iranin. Trump fliste për shishe qumshti, për ditët e fëmijërisë dhe për sa ditë ishte gjysmë i freskët qumshti mbi tavolinë, një ditë normale në një presidencë as pak normale. Në të njëjtën ditë, një tjetër episod i pazakon tronditi diplomacinë perëndimore. Shtëpia e Bardhë priti një delegacion nga Groenlanda dhe Danimarka, pas kërkesës së Trump për të marrë në pronësi ishullin më të madh në botë. Zyrtarët kishin ardhur për një mesazh të qartë: Groenlanda nuk është në shitje dhe nuk do të pushtohet. Ajo që gjatë mandatit të parë të Trump u konsiderua një shaka politike, tani po trajtohet si kërcënim real nga liderët europian. Situata bëhet edhe më absurde nga fakti se Groenlanda është territori NATO-s. Çdo sulm ndaj saj do të ishte në teori sulm ndaj gjithë aleancës. Megjithatë, Trump pretendon se Danimarka nuk është në gjendje ta mbrojë ishullin, duke ignoruar faktin se ajo është pjesë e aleancës më të fuqishme ushtarake në botë. Në zyrën ovale, presidenti u tregua për çmues dhe aftësive ushtarake daneze, duke ironizuar se shtuan një slit qensh dhe se kjo nuk zgjidh asgjë. Një deklaratë fyese për një aleat që ka luftuar për krah SBA-s pas 11 shtatorit. Kriza e Groenlandës mori një kthes edhe më të pazakontë. Danimarka, Suedia, Norvegjia, Gjermania e më pas Franca njoftuan dërgimin e trupave në ishull, dislogime simbolike, por me një mesazh të fortë politik, shkruan CNN. Për herë të parë shtetet europiane po dërgojnë trupa për të mbrojtur territorin të NATO-s, jo nga Rusia, Kina apo terrorizmi, por nga vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Çfarë do të ndodhë më pas? A do të vazhdojë Trump presionin për ta detyruar Danimarkën të shes Groenlandën, apo do të shkojë edhe më tej duke e futur Pentagonin dhe NATO-n përballë një dileme historike? Trump nuk jep përgjigje. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, thot ai duke u paraqitur si vëzhgues, edhe pse është vetë vendimar si kryesor. Pjesa tjetër e botës po përjeton tani atë që Amerika ka përjetuar për vite me radhë, një president që qeveris me impuls, pa një strategji të qartë, duke mbajtur të gjithë në ankth. Mbështetësit e tij e quajnë këtë një avantazh strategjik. Kritikët e shohin si improvizim të rrezikshëm. Trump ka patur suksese të pamohueshme, por ndjesia mbetet se ai po ecën mbi një vizh shumë të hollë. Situata me Iranin është prova më e qartë. Tërheqja do dukej si tradhti, ndërhyrja si rrezik global, dhe asnjëra nuk ofron dalje pa pasoja. Siç tha vetë Trump, kjo është një botë e çmendur, por problemi është se kjo botë sot varet nga vendimet e tij.